kalove sfida vazhdimisht në jetë. Si që ceke ma herët që fillimet e martesës tuaj ishin të mira. Edhe falë atyre viteve të mira, ju i keni 5 fëmijë. Po pastaj, nuk shkoj gjithçka ashtu si që ishte në fillim. Jo. Si pasojë e çkafit ndodhi që ti veç u divorcove me bashkëshortin tuaj. Po, 24 vite kemi jetuar bashkë. I kemi pat punë të mirë, kemi ble shtëpi e krejt. Po, familja nuk na kanë lënë. Që thojnë në rahat, kemi luftu për ta edhe tanat i kemi bo për ta. Familja burrit? Familja burrit, po. Më kanë, që thojnë, shumë gjona të këqija më kanë bo. Nuk më kanë trajtu keqe, më kanë lëndue. Po bashkëshorti e kishe në krah në raste të tilla? Jo. Edhe aju pajtojke me familje? Pajtojke me familje, nuk më pat mbështetje për tina. Kum luftu e vetë për fëmijë, po edhe për familje tina. I kom respektue, anë që mi kanë bërë që ato pune që janë mënue me në ndohe krejt. Unë prapë se prapë nuk ko mujtë, unë mi a bua atë keqe që ma kanë bua ata muë. I kom pru pe Gjermanisë për para kon kohë që ashtu t'i kemi pru e azyl, kemi luftu për ta, i kom mojt. Po... Prapë se prapë nuk kanë qenë mirë njatë? Jo. Prapë se prapë, unë kanë shkel. Shumë gjonat këqija më kanë bo.